kurriz. Dhe nda 2005 në vazhdim, pati ju që të përballen politikanët e para 2005-ës me sistemin e drejtësisë, me akuzat që një kupor qeverisë ka gjithë argumentat dhe faktet për ta denoncuar, jo. Po mas fitores e Edi Ramës, që ishte një fitore me një koalicion, me kë ishte në koalicion, me Ilir Metën që ishte zemra korrupsionit të sistemit të kaluar. Pati ju në herë që Edi Rama të kish iniciativa serioze për ta kputur këtë zinxhir pa ndëshkueshmëri edhe jo. Dhe pse e mbajnë këto zinxhirin? Sepse ky është një pakt që unë do vi dhe do bëj se të sulmoj ty, po nuk do të ndëshkoj, ti do vish do bësh se më sulmon, po nuk do më ndëshkosh. Si i di më shumë bashkë ti këta? Po që të bëjnë ligjin të dy bashkë, që këto të mbjetojnë në politikë dhe të zhdukin gjithë mundësitë e lindjes partive të reja dhe forcimit partive të reja në një mjedis kaq të ndotur lindjen e filizave të ri politik. Këta e vrasin që në Zanafill. Si ishe bashkë më shumë këta? Kjo që këta janë bashkë bën mu. Po që këta akuzohen për lidhje me gjithë oligarkinë dhe ndërtimin e një sistemi mafioz oligarki ku pastrohen para. Dhe këta e ke nga institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare, ke edhe nga Departamenti i Shtetit. E diti ku ka përfunduar lufta e konfiskimit të parave të vjedhura nga këto në 50 milion euro. Pra, si që të them unë ty pse e le bakshish 100 lek kamarierit për kafe mëngjes. Ja, kjo është situata. Pra, pse nuk ndëshkohet gjithë ky sistem pa ndëshkueshmërie? Nuk ndëshkohet sepse këta janë bashkë. Se po mos t'ishin bashkë, do t'ishin secilin skalionet e tyre të luftës, as nuk do krijohej zinxhiri, po edhe nuk do mund të mbjetonin njerëzit e korruptuar për periudha kaq afatgjate. Pra këta edhe me ligje, edhe me vepra, edhe përfundimisht, këta në sistem, po t'ju futesh këtyre, kemi diskutuar me 10 herë, të futesh dhe t'i bësh një analizë sistemit bankar, përgjithësi cilën e ka nga guvernatori e Banka Kombëtare e Shqipërisë. Kështu do dalë ujtë e zi këti vendi, ke parë në herë të ketë lëvizje, sa edhe s'pak Dumani e pranoj vetë, që e kemi shumë të vështirë të futemi te krimi i kollareve, sepse është i sofistikuar dhe i rrezikshëm. Kjo është, ta që këtu janë bashkë, si janë bashkë ta? Ta janë bashkë deri në fyt. Dhe tashmë kjo është evidente. Nëse deri diku ka pas pole dhe luftë për mos ta leju pikrisht ndërtimin e një kupole të tillë politike ekonomike, tash këta po e verifikojnë. Edhe me qëndrimin e tyre ndaj institucioneve të reja. Ta duhen bashkë pas 11 majit pikrisht, ose për ta shkatruar institucionin e SPAK, po në pamundësi për kryesnisë ndërkombëtare për ta futur me mekanizma kontrolli. Mirë, Poli, dua dhe një koment nga jote në lidhje me këtë tezë, pra janë bashkë partitë e vjetra, lider politik, Basha, Rama, Berisha, Meta. Unë i Psenin e kam pas ndjekur ka patjetër që ka të vërtetat e tij, obsesionet e tij ndaj zotit Basha, që kur ka qenë kryetari i PD-s, që s'është më, domethënë etj, por është një risi, do thosha unë, është shumë interesante që si kandidat i Partisë Djathtas, i një grupimi që në fakt doli janë nga ata qendrestarët që pas nënshtatorit pas zhvillimeve që ndodhen në PD, domethënë tek ai afashmi trekënd që i treshe së famshme, fut për gjë për herë të parë nga kushdo në fakt, të drejtën fut edhe zotin Basha. Për unë, me aq sa di unë, me bjenin time si gazetar që merrem gjithë ditën me këtë punë, unë di që kur erdhi puna për të bllokuar votën, u bë bashkë Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta në parlament me kodin e famshëm që e bën keq e më keq. Kur erdhi puna për amnistin, për të amnistuar mbi 100 ca të korruptuar që i deklaroi dhe vetë zoti Dumani, ose objekte ose subjekte të SPAK-ut dhe të GKK-s, ishin prapë këta bashkë. Kur vjen puna tek SPAK-u, të tre këta e luftojnë SPAK-un, e sulmojnë SPAK-un, Rama në mënyrat e tija, njerë më ashpër dhe njerë më ndryshe, dhe të tre kanë punë me SPAK-un, kurse Lulzim Basha më rezulton domethënë si një përkrajë dhe dje deklaroi dhe nga Londra deklaroi 100% përkraje, dhe që vetë deri tani dhe gjithë grupimi i tij, siç është dhe grupimi ku është për hir të së vërtetës i Pseni, nuk kanë punë me drejtësinë. Kur vjen puna për të fshehur te listat, është shehur Edi Rama me Sali Berishën, njëri është lider botëror, tjetri është legjend historike, tani dhe madhështor, dhe të dy bashkë këta, dy
ka poshët apo 2 mamusët edhe të tranzicionit po deshe, nuk dalin do të vinin vetën të 13 atje, me që i do populli ka shumë, i do partia ka shumë, por u strehuan mu në krye fare, mu në cep quhet ajo, mu në cep fare të parët në listën e sigur. Basha, ashtu si që është dhe i Pseni ati tek forca e vetë, është në listë të hapur i barabart me gjithë të tjerë dhe mund të, me që nga janë kaq të mërzitur njerëzit nga Basha edhe nga video dhe nga shu, mund të mos futet në parlament fare, sepse është në listë të hapur, mund të dalë një nga ata të tjerët për shembull. Rudi Erebara, Kubiun Shemsi Preçi, Neli Demi, ka plot emra atje, domethënë, Oriola Pampuri, mund të dalin 4-5, mund të dalin 3, mund të mos dalë asnjë, por dhe ky njëkohësisht është në garë të barabartë. Kështu që kjo futja, kjo barazimi, kur vetë ky tani i cili duke ditur ato pakënaqësitë që ka secili me njëri tjetër kur kanë qenë në një forcë të tjerë, por